Përshëndetje miq, më në fund u hap koha. Do fillojmë, do kemi javë shumë të bukur në det. Po përgatis disa lidhje për vete, doja t'i ndaja me ju për live bite me stavrit dhe skumër. Që mos t'ju marrë juve kohën, i kam bërë gati. Kemi lidh 2 grepa këtu, afërsisht 10 cm assist cord. Lidhjen tuaj që bën ju të preferuan tuaj, unë në këtë rast i kam bërë uni, të dyja lidhjet. Preferoj solid core 100 libra nga BKK-ja për këtë model, sepse janë pa fund lidhjet për live bite, po për këtë model që po ju demonstroj tani. Assist cord solid core nga BKK-ja 100 libra. Pastaj preferoj dhe këtë model grevi, po nga BKK-ja, numra 20, 30, 40, 50, gjithmonë në varësi të madhësisë së mezes. Vetëm për këtë i ndryshoj numrat e gra, vetëm për madhësinë e mezes. Në këtë rast kam bërë një 4-0 dhe po jo t'rregoj dhe të mbaruar finalen se si e bëj unë. Gjatësuj, ciklop, kapse, xhirel, kjo punon shumë bukur dhe nuk ngatrohet. Edhe gjatë tërheqjes me rrym, pa rrym, shikoni sa bukur punon. 1,20 m fluorokarbon, 55, 60. Pastaj dalim tek lidhja që sa po bëra. Pra, ishim këtë lidhjen me 2 grepa, e kthejmë për poshtë, i lidhim fluorokarbonin këtu, dhe kjo është ideale për stavridhin ose skumrën. Nëse është e gjatë, mund ta kaloni disa herë këtu, nëse është më e gjatë se sa peshku që keni, dhe ja ku bë më e shkurtër. Këtë lidhje kam përdorur disa herë edhe në për trajna, po me të njëjtit peshk, stavrit ose skumër. Për mua, sipas eksperiencës që kam unë, kjo është idealja. 2 grepa, assist cord 100 libra, ciklop. Rrotulloje si dush, kjo nuk e je probleme. Shpresoj të kemi fat këtë javë, do i lemrej për çdo gjë. Pafshim.